Energjia dhe zgjuarësia. Kafeina ndihmon për të zgjuar më shpejt, duke rritur vigjilencën dhe fokusin. Sidomos në mëngjes, kur trupi ende është i përgjumur, një filxhan kafe jep një shkundje të menjëhershme. Rutinë dhe zakon. Për shumë veta, kafeja është thjesht pjesë e rutinës së mëngjesit. Ulet, pihet kafeja dhe mendja fillon të organizohet për ditën. Ritual social apo personal. Disa e shohin si moment për veten, një çast qetësie përpara zhurmës së ditës. Të tjerë ndajnë me të afërm ose kolegë si një ritual shoqëror. Stimulon humorin. Kafeina mund të përmirësojë disponimin duke nxitur çlirimin e neurotransmetuesve si dopamina. Prandaj shpesh njerëzit ndihen më në qejf pas një kafeje. Tradita kulturore. Në shumë vende, pirja e kafes në mëngjes është një zakon i rrënjosur thellë kulturor, pothuajse një rit i përditshëm.